legislativ apo ekzekutiv, me qënë se shumicën të pushteti ekzekutiv kemi Partinë Socialiste, po themi të pushteti legislativ prap shumica mazhoranca qeverisë është e Partisë Socialiste. Kështu që ka një ndryshim drastik me atë që ndodhte më parë në sistem. Sot prokurorët dhe gjyqtarët janë të lirë, janë të mirë paguar, kanë në dispozicion shumë gjëra për ta ushtruar detyrën e tyre, prap do i mbështesim se me qënë se ju më pyetët, ajo që në ndodhë sot për shumë, dhe në prokurorit e nivelit zakonshëm, se në gjykata ndodhë, dhe në prokurorinë e posaçme është që nuk ka regjistrim të deklarimeve që mere. Nuk ka rëndësi cilësia nëse pyetës si pandero, nëse pyetës si persona e tim, apo pyetës si deklarues. Por regjistrim nuk ka. Ndërkohë që proceset në gjykat janë të gjitha audio-video. Dhe ato mund të rikthehen dhe ti shikosh dhe të rikonsiderosh gjëra aty. Ne për këtë do buxhetojmë që kjo të ndodhë. Dhe mos kemi pretendime të tipit që ndryshe u tha, ndryshe u shkrua. Pra, ideja është që ta lehtësojmë edhe në këtë pjesë punën e organeve të ndjekjes penale. Si profesioniste tani dhe jo si politikane, më intereson të di mendimin tuaj. Kjo drejtësia jonë e reformuar ka vepruar ndonjëherë me dy standarde në raport me masat që kanë ndërmarrë ndaj atyre që në publik njihen si peshqit e mdhenj, pra politikanët. Për shembull, Ilir Metën e arrestuan në atë mënyrë që të gjithë e komentuan në mes të ditës, e morën zvarr nga makina, thua se ishte një kriminal i niveleve të jashtëzakonshme, ndërsa Erion Veliajn e morën nga zyra e tij qetësisht duke e arrestuar. Këtu, opozita ka thënë, për shembull, se është vepruar me dy standarde, pra te momenti i arrestimit flas. Pastaj vim tek momenti i çështjeve për cilat ata të dy të paktën dyshohen. Mund të ishin ndjekur penalisht, pse jo, por në gjendje të lirë? Pra këto janë dy pyetjet që kanë lidhje me drejtësinë dhe ju pyet si profesioniste. Komente, po themi dhe ato negative dhe po i pranojmë si të tilla që bëhen për mënyrën e ndalimit apo arrestimit dikujt, nuk i takojnë prokurorisë, sepse prokuroria është thjesht urdhëruesi i këtyre vendimeve gjyqësore për caktimin ose marrjen e masave të ndryshme të jashtëzakonshme që gjithmonë synojnë heqjen ose kufizimin e lirisë. E kuptoj. Kështu që mund të ketë gjëra që çalojnë, po unë them që vetëm nga ekrani nuk e mësojmë të gjithë të vërtetën, sepse kemi dëgjuar që ka pasur edhe kundërshti, ka pasur edhe reagim fizik ndaj punonjësve që kanë qenë të ngarkuar për të ekzekutuar urdhra të ndryshme. Megjithatë, për të mos e bërë këtë, mos e lidhur në mënyrë kështu të drejtë për drejtë, ky ka bërë këtë, ai ka bërë këtë. Patjetër që eksese në raport me ligjin, gabime, me dashje apo pa dashje ka, patjetër, nuk mund të themi që kjo do jetë se nuk do jetë asnjëherë, nuk do ketë struktura të përsosura, se të ke fundit në ato struktura punojnë njerëzit, dhe njerëzit nuk janë të gjithë të përsosur. Janë të gabuar. Dhe nuk janë të gjithë zotrues të mirë, kaq të mirë të ligjit dhe perfekt. Puna vjen doradorës duke u disiplinuar nëpërmjet vendimeve gjyqësore, sepse ato vendosin standardin, dhe nuk po flas vetëm për vendimet që marrin gjykatat e brenda sistemit ton të brendshëm juridik, pra jo rendi unë i brendshëm juridik vetëm, por ne kemi gjykatën europiane e drejtat e njerëzit, dhe janë përpjekur sa herë kanë pasur mundësi ta flas, ta ngre këtë gjë në opinionin publik për një arsye shumë të thjeshtë, sepse shumica e debatit përqendrohet lidhur me të drejtat e atyre që i nënshtrojnë proceset penal dhe me detyrimet e organit që i vën në këto procese, që është organi akuzës. Dhe në fakt kjo s'është asnjë gjë tjetër, por që është neni 6 i Konventës Evropian ose ndryshe e njohur si procesi i rregull gjyqësor. Dhe brenda atij ka shumë detaje që lidhen me të drejtat e palëve, sepse të dy për gjykatën janë palë, edhe prokuroria edhe ata që vijnë nën hetim apo nën akuzë. Këtu patjetër që ka vënd për të ndalur. Pse? Nga viti 2004 deri në vitin 2024, që Shqipëria i drejtohet gjykatës europiane drejtat njeriu, ndonë se nuk është vend antar i BE-s, por vendet e BE-s dhe jo të BE-s i drejtohen sepse është një gjykatë që ka reputacion. Në 21 janar bëri 66 vjet, ka reputacion për standardin që ajo vendos në mbrojtje të lirive dhe të drejtave të njeriut, ku artikulli 6 i konventës është kryesori dhe është bazik, sepse ti nuk bën dot asnjë procedurë gjyqësore, flasim në shtete demokratike, pa referencë në këtë nen. Nuk mundet të bësh pa respektu këtë nen, ose pa ju nënshtruar tineli, le të themi. Dhe po të shohësh numrin e vendimeve gjyqësore që ka trajtuar gjykata në 20 vite, dhe po të shohësh veçanërisht sa nga këto vendime kanë të bëjnë me trajtimin e shkeljes së nenit 6 nga ana e autoriteteve gjyqësore shqiptare, do vëresh që ka një ngritje progresive. Kjo do të thotë që ka diçka që nuk shkon në sistem.
ka diçka që nuk shkon me standardin. Pra standardi është sënuar, standardi ka ceduar, dhe si do vi mbrapsht zbatimi këtyre vendimeve? Para duhet vinë nëpërmjet gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese e ka në kuadrin e reformës drejtësie ka reformuar ligjin e vet organik dhe ka vënë 2 dispozita shumë të qarta se si duhet të reflektojë vendimet e gjykatës europiane. E dyta duhet vinë nëpërmjet Kuvendit të Shqipërisë, që ka detyrim të reflektojë në legjislacion vendimet e gjykatës kushtetuese, nëpërmjet legislacionit, nëpërmjet qeverisë dhe natyrisht dhe nëpërmjet gjithë gjykatave të tjera. Sepse kjo vendos standardin dhe ti standardin je i detyruar të zbatosh. Nuk mund të shkosh kundër standardit. Pati një vendim të fundit që u bë shumë publik ndaj ish drejtorit të radio televizionit shqiptar. Kishte konstatuar një sër shkeljesh gjykata aty, si kundër një sër shkeljes po e them unë janë konstatuar në procesin 21 janar, një proces që u kthye nga e para. Ndoshta nuk do të kishte filluar asnjëherë, se kemi parë që kaluan gati një dekadë nga koha e ndodhjes së asaj ngjarje, po u desh qëndrimi i gjykatës europiane, vendimi i gjykatës europiane që prokuroria e posaçme të regjistronte çështje për ngjarjet e 21 janarit dhe të rihapte hetimin. Ndryshe do e kishim shumë të vështirë proceduralisht edhe faktikisht ta rikthenim atë çështje që në fakt është sakatuar në shumë element thelbësor të saj, sepse ditën që prokuroria është dashur të mblidhte faktet dhe provat në bulevard, nuk janë lejuar, janë kërcënuar, e të tjera e tjera me radhë. Dakord, po ju... Po flasim që standardi duhet të vinë nga ata që janë guardian të standardit. Dhe sot, guardiane e standardit lidhur me liritë dhe të drejtat e njeriut, përfshirë të gjitha ato që kanë të bëjnë me mënyrën se si ti trajtohesh dhe çfarë të njihet ty si person, që për një arsye apo për një tjetër vendosesh në këtë pozicion, është i vendosur nga gjykata europiane dhe vendoset nga gjykata europiane dhe ai duhet marrë dhe duhet elaboruar këtu. Unë nuk e kam parë që të ndodhë ky diskutim, edhe pse vendimet e gjykatës europiane, prokuroria e përgjithshme i ka në faqen e vet. Me kërkues, me vite, me tëra. A ka nevojë spaku të reformohet në gjykimin